Për herë të parë, Pogradeci mirëpriti Festivalin Ndërkombëtar të Akuarelit, një event kulturor që bëri bashkë artistë nga më shumë se 30 vende të botës. Sipas organizatorëve, Pogradeci është prej atyre qyteteve i cili ka të gjitha mundësitë për realizimin e një festivali të tillë, edhe nëpër masa akoma më të mëdha. Ishin nga ekspozitat e para të këtij lloji në Pogradec, e cila ka pjesëmarrës nga gjithë vendet e botës, dhe kënaqësia tonë dhe timja në përgjithësi ka qenë që ky event të vinte në Pogradec, të bëjë Pogradecin një nga pikat ndërkombëtare më të spikatura të bojrave të ujit. Stilet do të thotë janë duke filluar nga realizmi, superrealizmi, abstrakte, ekspresive, kështu me radhë. Po gjithsesi kjo mund të jetë një diplomaci kulturore. Kjo është edhe misioni i këtyre shoqatave që janë edhe pranishme pra sonte. I ka të gjitha kushtet natyra, duke pas parasysh dhe liqeni, i cili shërben si një lloj gote e madhe ujë nga ku mund të ngjyesh atë penelin akuarelit dhe të krijosh watercolor, krijosh akuarelin. Artistët e huaj janë shprehur të mahnitur nga Pogradeci, ku shumica e tyre vizitonin për herë të parë qytetin, ndërsa thanë se ky qytet të frymëzon për të realizuar punë të bukura e plot ngjyra. Një pjesë e punimeve të këtij festivali do i dhurohen fondit të Galerisë së Artit në Pogradec, ndërsa piktorët do të realizojnë punime në disa prej destinacioneve më interesante të zonës, si Tushe Mishti, Lini, Varet e Selcës e të tjera.